Dita e mërkurë më e vështira, sinoptikanët ja çfarë thonë, çfarë pritet deri të shtunën. Dita do të sjellë rrebeshe të forta në veri dhe veri perëndim, të cilat gjatë ditës do të zbresin edhe në zonat qendrore, ndërsa sipas sinoptikanëve, deri në orët e vona të mërkurës priten rreshje me intensitet të lartë dhe pothuajse në të gjithë territorin. Stuhia ka epiqendrën në veri dhe veri perëndim, ku rreshjet do të jenë më të forta dhe më të shpeshta. Parashikimi 5 ditor tregon qartë një situatë të rënduar në këto zona. Veriu dhe veri perëndimi mund të marrin deri 300 ml rreshje deri të shtunën. Zona qendrore përfshirë Tiranën pritet të marrë të paktën 150 ml. Jug perëndimi dhe jugu, Vlorë, Tepelen, Gjirokastër, Sarand mund të shkojë deri në 150-180 mm. Ndërsa juglindja qëndron disi më e qetë në 100-120 mm. Rreshje të dendura parashikohen edhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Maltëzi. Pjesë e mirë e prurjeve të ujit pritet përfundojnë në kaskadën e Drinit, duke rritur rrezikun e përmbytjeve në ultësirën perëndimore. Situata mbetet kritike, sidomos të martën, të mërkurën dhe deri mëngjesin e shenjtes. Krahas rreshjeve, era jugore do të forcohet ndjeshëm, veçanërisht në Bregdet dhe zonat e hapura. Temperaturat bien gradualisht, të mërkurën maksimumi zbret 17 gradë Celsius, ndërsa një rritje lehtë shfaqet të enjte në mesditë rreth 23 gradë Celsius. Të premten dhe të shtunën moti përmirësohet, ndonse rreshjet mbeten pranishme në formë rrebeshesh të shkurtra. Kjo javë mbetet e ngarkuar me mot të paqëndrueshëm, me pikat më problematike në veri dhe veri perëndim.